prapë mund të them edhe pse ka qenë ndalume që me qenë nga jashtë familjarët kanë qenë edhe ata të cilët na kanë ndihmu sepse janë kujdes edhe ata për vetë familjarët e tyre që do të thotë kanë qenë pjesë e jetës tonë të gjithë aktert që janë marrë. Ty fillu, domethënë prej mjekëve, infermierëve, pastruesve, teknikëve, të gjithë janë mundu me dhënë kontributin e vet në mënyrë të palodhshme edhe pa kursy, kur gjë nga vetvetja. Shpesh ka ndodhur kemi harru kur kemi hangër, kur jemi ul me pushu, nuk ka pas kohë aty me mendu se tash kam një kohë të pauzës apo më kanë ndodhur që mjekët më kanë thonë doktoresh lem të shkoj të pushoj 3-4 orë dhe prapë po kthehemi në punë dhe po e vazhdoj punën sepse ka qenë me të vërtet një kohë që nuk kemi ditë se çka është ty ndodh, jo vetëm na po as në botë nuk ka ditë çka është ty ndodh me Covidin dhe gjithë janë mundu me dhënë kontributin e vet në mënyrë të pakursyeshme. Ka pas ndonjë moment Po, ka pas shumë momente janë shumë momente, praktikisht secili moment është storje në vete. Ka pas raste kur familjari kom qajt bashkë me familjarin pse vjen thot unë e di që nana po më vdes pa ka diçka që unë munde me ba për te që dhe të është shumë e rëndë se ti po e shet që është ty përfundu edhe nuk mundesh me dhanë kur gjo, por ka pas edhe raste kur kanë ardhë dhe na janë kërcnu thu se na kemi qenë fajtor të cilët për vdekjen e familjarit thjesht bile njeni më kujtohet ka pasar dhe edhe thështë në shkruma që nuk ka respirator ose nuk ka aparat si pa për me fut pacientin që me të vërtet nuk kishim, nuk më lente me dal as prej dhomës, as nuk më lente thjesht në një mënyrë me u kërcnu edhe kur e pa që unë kom fillu me qajt ma ose s'po muj me ba kur gjatë heraj u largu edhe doli që jam periuda shumë të randa për secilin munde me thonë se secili ka përjetu. Unë dikur ushtria fillova me marrë infuzione, se dhu nu smuva, po hala nuk isha vërtetu, isha në spital, edhe vinte pacienti të dera, dikur thash motrës, lut na hek ma këtë infuzion, se po qona po shkoj të smutit, se nuk po munde me nejq, do të thot, dikush ka kuptu shumë mirë, dikush nuk ka kuptu, dikush është pajtu me situatën në të cilën ndodh mirë, për na çdo jemi mundu me i kuptu pacientët, pse ata praktikisht edhe familjarët se janë duke humbur dikon shumë të dashur të tyre edhe ajo është momenti kur ai nuk mundet me rezonu shëndetshëm edhe normal dhe pritet një reakcion i tillë, jemi mundu që sa ma të qetë me qenë edhe mos me bërtit, praktikisht po mundu me kuptu situatën në të cilën gjenden edhe me ju spjegu që janë disa gjana që nuk i kemi në ndorë dhe nuk mundemi ma shumë me bo se këto që e kemi këto. Mirë shoqër që ka shku edhe duke shpresu që mos në kthehet. Presojmë të mos kthehet, mirë, po ajo ka qenë një përboj për të gjithë, jo veç për mjekësin, por edhe për vetë populatën, që do të thotë se rastet kur vinë të tilla ajo s'ka ndodhur vetëm në Kosovë, po ka ndodhur në krejt botën. Që do të thotë krejt bota është përballë me probleme të tilla. E sidomos nga e panjohura. Po, sidomos edhe prapë unë mendoj se e kemi menaxhu shumë mirë përkundër kushteve të cilat i kemi pas, e kemi menaxhu shumë mirë se secili mjek në qendrën klinike universitare, pa marrë parasysh a ka qenë pulmolog, a infektolog, është mundu me ndihmu edhe me dhënë kontributin e vet në çdo moment, në çdo pikë, në çdo orë, në çdo kohë. Nuk e dyshoj as pak. Do të kthehemi dhe të diskutojmë vitet pas pensionimit. Shumë njerëz e kanë një mendim që një person kur pensionohet përfundon jeta në një farë mënyre edhe nuk Mbaret prej natyrës punës. Puna e mjekut nuk përfundon kur. Ata janë mjek derisa të vdesin praktikisht derisa të janë të aftë. Derisa të janë të aftë mençërisht me punu edhe me funksionu, po edhe fizikisht. Sepse edhe ajo është një kohë kur pacienti, kur personi, mjeku, mundet me dhënë kontributin e vetë. Mjeku është aset, mendoj unë. Definitivisht është një profesor.